Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e Meshës së Shenjtë të festës së kushtimit të Bazilikës së Lateranit. Leximin e parë lexon Jehona Gashi, Psalmin Nora Ukaj, leximin e dytë Emanuel Demaj, ndërsa komentin e Ungjillit do të dëgjoni nga Dom Gaetano Leshaj. Hiri i Zotit qoftë me ju. Lexim prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë, Salomoni qëndroi para alterit të Zotit në praninë e mbar bashkësisë së Izraelit. I shtriu duart e veta drejt qiellit dhe tha: O Zot, hyj i Izraelit. Nuk ka hy të ngjashëm me ty as lart në qiell as poshtë mbi tokë. Ti e mban beslidhjen dhe e ruan mëshiren për shërptorët e tu, që ecin në praninë tënde me gjithë zemër. Dhe një mend, a mund të merret me mend se hyj i banon mbi tokë me të vërtetë? Qielli vet e qiejt e qiejve ty nuk mund të zënë, aq më pak kjo shtëpi që unë ta ndërtova. Por vëri veshin uratës së shërptorit tënd dhe lutjeve të tia, o Zot, hyjem. Dëgjoj britmen dhe uratën që shërptori yt po e drejton sot para teje. Le të jenë natë e ditë sytë e tu të qelur mbi këtë shtëpi, mbi vendin për të cilin the. Këtu do të jetë emri im. Dëgjoje uratën që po ta bën shërptori yt në këtë vend. Dënjohu ta plotësosh uratën e shërptorit tënd dhe të popullit tënd Izraelit, për çka do që të kërkojnë me urat në këtë vend. Dëgjoj prej vendit ku banon, prej qiellit, dëgjoj e fal. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Ejani të adhurojmë Zotin, shëlbuesin ton. Ejani të adhurojmë Zotin, shëlbuesin ton. Ejani t'i këndojmë Zotit, t'i brorasim hyjit shëlbuesit ton, t'i dalim para me falenderje, t'i këndojmë këngë hareje. Ejani të adhurojmë Zotin, shëlbuesin ton. Sepse hyj i madhërishëm është Zoti, mbret i madhërueshëm mbi të gjithë zotat, sepse në dorën e tij janë thelësitë e tokës, të tijat janë edhe majat e maleve, i tij është deti, ai e krijoi, duart e tija e formuan tokën. Ejani të adhurojmë Zotin, shëlbuesin ton. Ejani të adhurojmë, të bijem përmbys para tij, të bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyji ynë, ne jemi populli i kullotës së tij, grigja që ai ruan. Ejani të adhurojmë Zotin, shëlbuesin ton. Lexim prej letrës së parë të Shën Pjetrit Apostull. Fort të dashur, afrohuni atij, gurit të gjallë, një mend të përbuzur prej njerëzve, por të zgjedhur dhe të çmueshëm për ahyjt, që edhe ju, si gur të gjallë, të ndërtoni shtëpinë shpirtërore për të qenë me shtari e shenjtë, për të kushtuar fli shpirtërore që i pëlqen hyjit, nëpër Jezu Krishtin. Këndej thuhet në Shkrimin Shenjtë: Ja po vë në Sion një gur këndi, të zgjedhur, të çmueshëm. Kush beson në të, jo nuk do të mbetet i turpruar. Por ju pra që besoni nder, kurse për ata që nuk besojnë, gur që përbuzen ndërtuesit, dhe ai u bë guri këndit. Gur në të cilin zihet në thua, buz shkëmbi nga thyhet qafa. Ata zënë në thua, sepse nuk e dëgjojnë predikimin e Ungjillit, për çka edhe janë të caktuar. Porse ju jeni fisi i zgjedhur me shtarie mbretërore, kom i shenjtë, popull që hyi e fitoi për vete, për t'i shpallur veprat e madhërueshme të Atit që ju thirrin nga errësira në dritën e vet të mrekullueshme. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Aleluja. Ja, po vjen koha e tani është, tha Zoti, kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin në shpirt e në të vërtet. Aleluja. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patët mundësi të dëgjoni liturgjinë e fjalës. Leximet e Meshës së Shenjtë
Në festën e kushtimit të Bazilikës së Lateranit, me ju ishin Jehona Gashi, Nora Ukaj, Emanuel Demaj, ndërsa komentin e Ungjillit e dëgjuat nga Dom Gaetano Leshaj. Ju falenderojmë për vëmendjen e ju dëshirojmë paqen e bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Lexim i Ungjillit të Shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë, Samaritania i tha Jezusit: Zotëri, po shoh se je profet. Etrit tan adhuruan në këtë mal, kurse ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të bëhet adhurimi. Jezusi i tha: Më besoni mua, o grua, po vjen koha kur nuk do të adhuroni Atin as në këtë mal, as në Jeruzalem. Ju adhuroni atë që se njihni. Ne adhurojmë atë që e njohim, sepse shëlbimi vjen prej judenjve. Por po, vjen koha e tani është, kur adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin në shpirt e në të vërtet, sepse Ati kërkon shi adhuruesish të tillë. Hyj është shpirt, dhe ata që adhurojnë duhet të adhurojnë në shpirt e në të vërtet. Fjala e Zotit. Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Vëllezër e motra në Krishtin, sot kisha mbar botërore kremton festën e kushtimit të Bazilikës së Shëngjonit në Lateran, që është katedralja e i peshkvit të Romës, papës, dhe në këtë mënyrë nëna e të gjitha kishave të botës. Kjo ditë nuk është vetëm një kujtim historik, por një fjalë gjallë e besimit, një thirrje për të rifreskuar dashurinë tonë ndaj kishës e për të kuptuar se Zoti banon mes njerëzve. Në leximin e parë nga libri i parë i mbretërve, dëgjojmë lutjen e Solomonit, kur ai kushton tempullin e madh të Jeruzalemit. Në këtë lutje, mbreti Solomon na kujton se asnjë ndërtesë njerëzore nuk mund ta përmbajë madhështinë e Zotit, por Zoti, nga dashuria e tij, zgjedh të jetë afër njeriut të banojë mes nesh. Çdo kishë që ne ndërtojmë, me gur, me dru, me art, është një shenjtërim i pranisë së Zotit midis popullit të tij. Por, vëllezër e motra, ka një tempull edhe më të shenjtë, pra zemra e njeriut. Në çdo shpirt që beson, Zoti dëshiron të banojë. Shën Pietri në leximin e dytë e shpjegon këtë mister me fjalën e mrekullueshme, guri i këndit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që kisha nuk është vetëm një ndërtesë me mure e këmbën, kisha është bashkësia e të gjallëve që e duan Zotin. Secili prej nesh është guri gjallë në këtë ndërtesë të madhe e shpirtërore. Kur jemi të bashkuar në dashuri, në lutje, në sakramente, ne bëhemi tempulli i Zotit të gjallë. Nëse një gur bie, muri dobësohet. Po ashtu edhe nëse një antar i bashkësisë largohet, kisha humbet një pjesë të saj. Prandaj, festa e sotme na fton të rindërtojmë kishën, fillimisht brenda vetes son, me falje, me paqe, me dashuri. Në Ungjillin e sotëm nga Shëngjoni, na sjell bisedën e Jezusit me gruan samaritane. Ajo e pyet: ku duhet të adhurojmë Zotin, në malin ton apo në Jeruzalem? Dhe Jezusi përgjigjet me fjalë të arta: këtu,
Jezusi e ndryshon mënyrën e adhurimit. Nuk është më vendi fizik që ka rëndësi, por zemra. Nuk është më gurët e ftohtë që e mbajnë Zotin, por fryma e njeriut që e do dhe e beson Atin. Ky është tempulli i ri, Krishti vetë, dhe bashkësia që bashkohet rreth tij në dashuri. Kisha Bazilik e Lateranës është nëna e të gjitha kishave, sepse aty Papa ka selin e tij si pasardhës i Shën Pietrit, i peshkëv i Romës. Por në thelb, çdo kish, edhe ajo e vogël në fshatrat tona, edhe ajo modeste në lagjet e qyteteve, është një pasqyrë e kishës universale. Aty, Zoti i gjallë takohet me popullin e tij. Aty, dëgjohet fjala e tij, ndahet bukë e jetës dhe krijohen ura dashurie. Sot, le ta falenderojmë Zotin për çdo kish ku kemi marrë pagëzimin, ku kemi ndjerë ngushëllimin, ku kemi gjetur paqe në sakramentin e rrëfimit, ku kemi qarë apo gëzuar. Sepse aty Zoti ka qenë me ne. Aty tempulli është bërë zemër. Të dashur miq të Radio Marisë, Zoti na thret që edhe ne të ndërtojmë kishën çdo ditë, me fjalët tona të mira, me dashurinë që tregojmë ndaj të varfërve, me faljen që japim atyre që na kanë lënduar. Kisha nuk rritet vetëm me gur e qati, por me zemra që digjen nga dashuria për Krishtin. Kur ndihmojmë dikën në nevojë, ne e ndërtojmë kishën. Kur lutemi në heshtje, ne e forcojmë kishën. Kur falim dikë që na ka fyer, ne e shenjtërojmë kishën. Le ta jetojmë këtë ditë si një ditë falenderimi për kishën që na ka lindur në besim, për sakramentet që na mbajnë gjallë dhe për Zotin që na ka zgjedhur të banojmë në mesin tonë. Të mos harrojmë kurrë se ne vetë jemi tempulli i Zotit të gjallë. Le të bëhemi gur të fortë në këtë ndërtesë të dashurisë, të përullur, të bashkuar e plot shpresë. Dhe kur kisha është e bashkuar në dashuri, ajo është e bukur, është e fortë dhe është një dritë për botën. Zoti që banon ndër njerëz, na bekoft e na ndihmoft, që ta ndërtojmë kishën me duart e dashurisë dhe me zemrën e Krishtit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.